Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi, si gjithmonë në fillim nëpërmjet titujve në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme dhe disa portaleve online, materialet e tyre kryesore, çfarë sjellin ato si materiale kryesore në mëngjesin e ditës së sotme. Më pas, si gjithmonë, në numrin tonë të telefonit 045 620 601, unë juftoj të sjellim këtu informacionet nga jeta jone e përditshme në këndvështrimet qytetare. Gazeta Panorama sjell titujt Kërkesa e Unionit. Gjyqtarët duan rritje page me 700 euro. Qeveria kundër. Reagimi. Unioni i gjyqtarëve kërkon sërish rritje pagash me 700 euro, duke marrë shkas nga rritja që qeveria i bën rrogave të administratës. Kërkesa në kushtetuese prej datës 3 mars ka kaluar seancën paraprake, por kryeministri Edi Rama e konsideron skandaloze kërkesën për rritje të pagave të bërë në gjykatën kushtetuese nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë. Sipas tij, kjo është një praktikë unikale, e padëgjuar dhe e panjohur në historinë e shteteve që gjyqtarët ja caktojnë vetes pagat përmes gjykatës, duke ndërhyrë në kompetencat e qeverisë dhe bërë për herë të dytë pas asaj të bërë për administratën në vitin 2022. Kredite buta për shtëpi, raund të dytë aplikimesh. Ministri Gonxha flet për fonde të reja për strehimin. Mundësi tjetër për ata që nuk u përfshin këtë herë për shkak të dokumentacionit. Vendimi. Bashkimi Evropian gati të hap grup kapitullin e 4 të negociatave. Rama. Shqipëria nuk ndalet, më pranë antarësimit. Agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Letra e presidencës polake për Shqipërinë. Kërkesa për pozicionin e saj negociues. Një opinion nga profesor Dr. Arben Malej mban titullin 4 mësimet nga Marek Belka për integritetin në leadership. Nga Marenglen Spiro, ide nga frashëri dhe një mesazh kombëtar. Nga profesor Dr. Zydit Teqa, arkitektët dhe qyteti, koha për një qasje të re. Arkitekti i njohur italian Massimo Roi vlerëson transformimin e Tiranës. Shijon Birën Korça. Apeli për bashkim. Pse Tiranës i mungojnë banjat publike? Vëzhgimi e emisionit Tak Fak në News 24. Shkrimtari, pasurinë e la në kazino. Dostojevski pa ferrin dhe shkroi për shpëtimin. Një dosje sjell tituj të njëjtë në 8 gjuhë të huaja. Dënimi Mitat Taranitit. Si funksiononte dhoma e përkthimit në burgun e artizanatit në Tiranë, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, histori me burgosje, konflikte dhe hile. Ky është titulli i një analize nga shkrimtari i mirënjohur Vangjur Saro. Ja tek jemi, dekadë pas dekade, liderët bëjnë kryq vetëm për veten, për familjet e tyre dhe për klanet. Ata trajtojnë popullin, madje edhe popullin votues, në mos edhe ata të seksionit më të afërt të partisë, pasi zilia për parlamentin, për pushtetin, për fitimet, na ka errur sy të gjithëve. Pluralizmi po na duket i tepërt. Ndjen një lloj pabesie në atë çfarë po i ndodh sot Shqipërisë dhe shqiptarisë, në atë çfarë po i ndodh demokracisë dhe paqes. E vërteta është që ndër dekada politikanët shqiptar gjithnjë kanë braktisur qytetarët e tyre. Nënvizohet në këtë analizë të shkrimtarit të mirënjohur Vangjur Saro. Pse nuk po vendoset monumenti Skënderbeut në një nga sheshet e Parisit? Është një shkrim nga kritiku i artit Agim Janina. Në vitin 1977, përfaqësues të mërgatës shqiptare, Lec Shllaku, Isa Ndreu dhe Skënder Zogu, morën premtimin nga Chirac se një shesh në Paris do të mbajë emrin e Skënderbeut. Në vitin 2024, Bashkia e Tiranës dhe kryebashkiake e Parisit, Anne Hidalgo, hodhën firmat për realizimin dhe vendosjen e monumentit. Pas botimit në gazetën Telegraf një muaj më parë, për shkeljen e të drejtës autorëve, pala franceze kërkon plotësimin e dokumentave dhe tashmë inaugurimi është çështje ditësh. Një opinion nga Anar Hysenov, ambasadori i Azerbajxhanit në Shqipëri, mban titullin Dita kombëtare e Azerbajxhanit. Nga Ylli Myftiu, Esad Pasha, tradhtar apo hero? Në faqen e parë të gazetës Telegraf nga aktualiteti dhe shkrimet e tjera, zgjedhjet e 11 majit, Xhelal Mziu, krim zgjedhor si në filma me mafioz. Nuri, Çelibashi ende s'ka dhënë llogari ku janë 130.000 flet votimi. Inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, inspektimet institucionale, konstatimi problematikave
për cilësinë dhe eficiencën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pazaret me biletat e futbollit, modelja, njerëzit e dukës i njohim, kanë privatizuar Air Albania dhe Kombëtaren, reagojnë Zeko dhe Hoxha. Partia Socialiste, Kryeministri Rama, Shqipëria e 2025-s, turizëm cilësor dhe me standard në pikat sekrete dhe piktoreske të qyteteve. Eliza Spiropali merr pjesë në samitin Evropa Juglindore Ukrainë. Manastir Liu mbështesin nxënësit e talentuar në skenat ndërkombëtare. Ligjëri i pensioneve njihen vitet e punës në ish ndërmarrje shtetërore dhe bujqësore. Ja kushtet për të përfituar dhe kur do ta marrin pensionistët pagesën e 13 sipas shembujve të indeksimit. Konferenca e Muzeut të Bankës Shqipërisë, akademik Anastas Angjeli, guvernatori Seko, profesor Nikolaj Pano dhe Jon Amarashi prezantojnë temën transformimet monetare pas Bretton Woods dhe ndikimi në krizat ekonomike botërore. Kryegjyshi i botrorit Bektashizmit kremtohet 14 vjetori e emërimit të Haxhi Baba Edmond Brahimaj si kryegjysh botror i Bektashizmit, nxënës dhe pasardhës i Haxhi Reshat Bardhi. Mozaik dhe aktualitet. Agolli i Fondit Shqiptar të Zhvillimit anullon 5.5 milion euro për kullën e vërejtimit në Ksamil. Manovrat teknike përdoren për bllokimin e garës në kushtetuese. Shpresim Kase, rëndësia e mbledhjes së Armenit për luftën e Vlorës. Shënimet e profesor Kristof Rashrit, lidhja e Prizrenit në krijimtarinë letrare. Mjekësi, ja receta me 4 bimët që shërojnë pankreasin kronik dhe frutat arrore që ulin kolesterolin, janë shkrimet që vinë në titujt e tyre në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, qyteti i kontrabandës. Ky është titulli një investigimi nga Lindita Çela. Si u shndrua Librazhdi në nyje të kontrabandës europiane të cigareve. Një ndër skemat më të sofistikuara të kontrabandës së mallrave të akcizës në Ballkanin Perëndimor, duke se zhvilluar për vite me radhë në mënyrë të strukturuar, duke përfshirë kompani Guack në Dubai dhe Qipro, autoritetet doganore, rrjete ndërkombëtare transporti dhe dokumente të manipuluara. Kriza e heshtur e rënd e vetvrasjeve është titulli i një shkrimi tjetër në faqen e parë të gazetës Dita. Vetëm brenda pak ditësh Shqipëria është tronditur nga një seri ngjarjesh me një të përbashkët të dhimbshme. Jetë që shuhen pa zhurmë, mes mureve të një dhome, në majtë një ndërtese, a në degët e një peme. Në faqen e parë të kësaj gazete, fillojnë titujt e tjerë, nga rafineria në panele diellore. Fundi një giganti në Ballsh. Për 4 dekada ishte krenaria industriale e Shqipërisë. Historia e rënimit të rafinerisë së naftës, ndërsa ish punëtorët mbeten ende pa drejtësi. Dikur punësonte mbi 2.000 banor dhe përpunonte mbi 1 milion litra naftë në vit. Kategorizimi. Vendimi i Këshillit të Ministrave e llogaritjes së pagave për mësuesit shqyrtohet sot në gjykatën kushtetuese. Sipas sindikatës, qeveria po diskriminon një pjesë të edukatorëve dhe mësuesve të arsimit të ulët. Marrëveshja. Gjermania do të marrë 15 miliard metër kub gaz përmes Shqipërisë në 10 vitet e ardhshme. Gazi i Azerbajxhanit do të udhtojë përmes Shqipërisë për të shkuar gjermanëve pas krizës ruse. Kriza e opozitës, teatri i rinumërimit, vjedhja brenda Partisë Demokratike. Vendimi i qeverisë vendosë referenca për rrogat e kamarierëve. Reagimi, denoncohet skandali. Kompania shkarkon mbetjet e pulave në liçenin e Shkodrës. Një rast i rënd i ndotjes së mjedisit është raportuar në rrjetet sociale me pamje të një videoje. Në brendësi të gazetës mund të lexoni ndër të tjera, kujdes nga goditjet e diellit këtë muaj. Qershori flak. A duhen hequr bajamet e infektuara, shkrimi që vjen në rubrikën e shëndetit në faqet e gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, si shkrimet, bizneset kërkojnë pezullimin e vendimit të zyrës rregullatore të energjetikës në Kosovë. Paralajmërojnë protesta të reja. Punëtor të shumë të bizneseve dhe të fabrikave kanë protestuar të mërkurën në Prishtinë kundër shtrenjtimit të rrymës dhe daljes së detyruar në tregun e liberalizuar energjetik. Përfaqësues të odhave ekonomike kanë theksuar se procesi i liberalizimit të tregut po zhvillohet pa transparencë dhe pa krijuar kushte të barabarta për konkurrencë. Ata kanë paralajmëruar
protesta të reja nëse qeveria nuk e pezullon vendimin e zyrës rregullatore të energjetikës. Blokada e 30 në Kuvend. Qeveria e Kosovës shpreh gatishmërinë për pranimin e migrantëve të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në derën e Kuvendit vendoset fotografia e Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Aktuale, Trumpi thot se ka më pak besim se mund të arrihet një marrëveshje me Iranin. Kosova, vend për të burgosur dhe refugjat të paligjshëm, është një prononcim nga Këshilli i Mbrojtjes së të Drejtave të Lirisë të Njeriut, të lirive të njeriut. Abdi Xhiku, në forumet ku Kosova nuk kishte karrige, Bujar Bukoshi ishte zëri që e përfaqësonte. Ekonomi, rritet numri vizitorëve në hotele. Prodhimet blegtorale në Shqipëri, rriten ndjeshëm çmimet në treg për produktet e bulmetit dhe të mishit. Sport, Llapi konfirmon largimin e dyshes Namani Baftiu, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani tek disa prej portaleve kryesore. Kemi veçuar portalin Gazeta Express që del në Prishtinë. Në faqen e parë të tij, në materialet kryesore, sjellin këto tituj. Unë jam kanë për me votu Albulenën. Ju kam thënë këta krejt të njëjtë janë. Shku në ndrun metodën e votimit, unë nuk votojmë sheft. Shprehet Bek Berisha, i cituar nga Gazeta Express. Raportohet për grabitje dhe të shtënë me armë zjarri në Prishtinë. Fjalë të mëdha nga vetvendosja. Zveçla, sollën emancipim. Haxhiu, e morën fjalën pavarësi me protesta. Fox News, Kosova e varfër shemënësi për të ardhura me pranimin e emigrantëve. Nuk konfirmohet nëse Trump do të paguaj. Shqipëria drejt hapjes së grup kapitullit 4 me Bashkimin Evropian. Media arabe Al-Baghdad në negociata me selektorin e Kosovës janë shkrime që vinë në portalin Gazeta Express. Gazeta Kosova sot në versionin online. Qari, deputetët matrapas të kësaj legjislature turpi po e përbuzin votën e qytetarëve të Kosovës. Kështu shkruan analisti Gani Qari në faqet e gazetës Kosova sot. Kur prishet çatia e Kuvendit si institucion më i lartë i shtetit, rrezikohet edhe prishja e çatisë së Kosovës, shkruan analisti Skënder Mëlliqi, duke adresuar shqetësimin e tij për situatën më të fundit në Kosovë. Deputetët kanë dështuar dhe në përpjekjen e 30 për konstituimin e Kuvendit. Studentja shqiptare në Grac jep detaje për të dyshuarin e vrasjeve. Sorensen pritet të vizitojë Kosovën. Albin Kurti çon mesazh Trumpit. Kosova gati për të pranuar migrant. Arrestohen kosovarët që shistin drogë në Shëngjin. Hasani nuk vi më në Kuvend. Kurti duhet të kuptojë se nuk e ka fituar zgjedhjet, janë në shkrime që vinë në gazetën Kosova sot. Gazeta Lajm që del në Shkup, ndër të tjera veçon titujt, Megjiti takime Spiropali në samitin që po mbahet në Odesa të Ukrainës. Megjiti është zëvendës kryeministri i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Maqedonia, vendi i tretë në rajon për emigrim, është larguar 34% e popullsisë. Partia vlen, po ja këpusim krahët oktapodit të krimit, Bigjozit dhe kazinot po marrin fund sikurse BDI-ja. Gjenev, Durimishi kryeson delegacionin në konferencën ndërkombëtare të punës. Durimishi është ministri i ekonomisë i Maqedonisë së Veriut. Megjiti në Odesa me ftesë të Zelenskit. Jemi në anën e durë të historisë, në mbështetje të Ukrainës. Janë në shkrime që vinë në gazetën Lajm që del në Prishtinë. Portali ABC News Albania, Durrës, fiket zjarri në garazhin e pallatit. Nuk ka të lënduar, dëme të shumta materiale. Vrasja në Xhibër të Klosit e 65 vjeçarit. Arrestohet autori, kushëri i viktimës. Gara për kreun e byros kombëtare të hetimeve. Kara, nevojë për hap cilësor. Kush ka ikur nga sistemi për shkelje apo nuk ka performancë, të largohet, shprehet avokati. SPAK luftë për pushtet. Gazetari Via. SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimeve për plasje mes drejtuesve. Dubai, si u thye fortesa e të fortëve. Berisha, në rubrikën politik, veçohen titujt Berisha duhet jap dorëheqjen. Balliu, të zbatojë statutin dhe të largohet pas humbjes.
Berisha kujtohet për Metën, zgjatën hetimet për ish presidentin, doktori, Meta është hero. Shqipëria nuk ndalet, drejthapjes së grup kapitullit 4, Rama, tjetër hapje rëndësishëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dibër nuk përsëriten zgjedhjet. Janë shkrime që vinë në faqen si materiale kryesore në portalin ABC News Albania. Alfapress.al sjell titujt Vendimi i qeverisë, Shqipëria dhe Serbia drejt marrëveshjes për njojën e sigurimeve shoqërore. Gazetari Poli Hoxha i drejtohet deputetit Partisë Demokratike. Flisni gjithë ditën për krimin, por nuk përmend në kodin. Bylyk Bashi, Jaç më tha Damjani. Përfundon rinumërimi votave për kandidatët e Partisë Demokratike në Dibër, ja si ndryshon rezultati 11 majit. Dritë jeshile për hapjen e negociatave për grup kapitullin 4. Reagon kryeministri Rama. Shqipëria nuk ndalet, një tjetër hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike kërkoi pavlefshmëri të zgjedhjeve në Dibër dhe Shkodër. Kolegji i ankimimit dhe sanksioneve rrezon ankimimin e opozitës. Book building, 1800 m2 pa leje. Përplasja Rama Velie për gjobën 600.000 euro për Dajlan Avdian. Pas telefonatës live me Beti Njumën, Ilir Meta dënohet me 10 ditë ndalim të aktivitetit sportiv. Basha mposhtë Ramën në gjykat, fiton çështjen që provon se akuzat për lidhjet e politikës me krimin ishin të drejta. Gjyqtarët kërkojnë rritje pagash në gjykat. Rama është abuzim shumë dimensional. Shtyhet gjyqi i sterilizimit, shkak mungesa e një prej të akuzuarve. Gara për zgjedhjen e kreut të byros kombëtare të hetimeve. Berisha, Rama nuk e lëshon atë vend, ka piketuar Çakot. Janë shkrime që vinë në portalin alfapress.al, faktor.al, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, Metani, kërkesa për drejtësi është e lartë, institucionet janë të brishta. 58 deputet të rinj të Partisë Socialiste në klasë të parë kanë marrë mira vota, por nuk e din pse. Lita, numëruesit e partive i kanë duart e pista, janë kapur gafil me trafik votash. Kryeministri Kurti pranon 50 emigrantë të huaj të dëbuar nga Trump. Berisha më pak vota se Basha. Analisti lavdërim Lita, po fshihet pas masakrës zgjedhore. E rënd, Metës i ndalohet për 10 ditë stërvitje në burg, revoltohet Tedi Blushi. Janë shkrime që vinë në portalin faktor.al. Start News sjell shkrimet Shqipëria dhe Serbia drejt marrëveshjes për njojën e sigurimeve shoqërore. Dritë jeshile për hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4. Rama, Shqipëria nuk ndalet, një tjetër hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. U denoncua nga Rama, Basha fiton në gjykat. Ja për çështje për cilën bëhet fjalë. Vjedhje në Partinë Demokratike, rinumërohen kutit e para në Dibër, përparim Spahiu grabit votat e Xhemal Gjungshit. Ylli Manjani, Partia Demokratike në vdekje klinike, nuk e sjell dot në jetë rinumërimi. Berishës i ka ngelur orat e narkoshteti. Na vë pull në Europë, është titulli i shkrimit që botohet në portalin Start News. Në rubrikën Kultur, Inteligjenca rrjedh nga libri, është i prononcim nga Ada Bardhyli. Në faqet e startnews.al. Kalojmë tani te gazeta Tema, e cila në version e saj online sjell shkrimet raporti që nuk është publikuar ende, por i flet Shqipërisë në sy. Është një shkrim nga Baton Haxhiu në faqet e gazetës Tema. Trump ka një plan, të ringjall Kamalën, rumpallën e Kalifornisë. Si harrove Aslan Plakun, sherri fort në gjykatën e posaçme. Aslan Plaku shpërthej prokurorit të Spakut. Pse i fole për mua, o prokuror? Më fal për këtë që do bëj tani. Del foto 21 vjeçarit që vrau 10 persona në Austri. I dërgoi video mesazh nënës pak para ngjarjes. Kujtimet e Liri Lubonjës, kur shkova në Spash dhe më shfaq fatosi ashtu i qetur zero me ato rrobat e shëmtuara të burgut, unë nga shëreva dhe isha gati të shpërtheja në lot, por ai më tha, është një material që botohet në brendësi të gazetës Tema. Erion Velia nxjerr video brenda zyrës një orë përpara arrestimit. Jemi në diskutime me Netflixin për ta kthyer në serial. 54 deputet të rinj dhe 9 ministra.
Edi Rama çon në shkollë verore të zgjedhurit e 11 majit. Nuk e njoh fare atë vajzën. Modelja përgënjeshtron Armand Dukën. Ministria e Jashtme organizon ceremoni të veçantë për Ilir Shqinën, ish bashkëshortin e Grida Dumës, janë shkrime që vinë në gazetën Tema. Kundër të tjera veçohen dhe titujt: tensionet bërthamore rriten teksa Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pajtohen as për datën e bisedimeve. Gazeta gjermane, omazh Bujar Bukoshit, luftëtar i pavarësisë së Kosovës. Shqiptari në Zvicër qelloi 9 herë me armë pas ndeshjes Shqipëri-Serbi. Kosova e bën me hije. Vučić nga Odesa e falenderova Zelenskin që nuk ftoi përfaqësues të Prishtinës në të takim. Ish kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë, Berisha nuk na mbështeti për rinumërimin e votave. E ndihmoi Rama më 11 maj, Tabaku rrëzon teoritë brenda Partisë Demokratike. Votat i kam bio. Qeveria përplaset me gjyqësorin, avokati, gjyqtarët më të paguar se ministrat, të filloj vetting. Mendoj se do ta mundte sëmundjen. Vajza e Lekabungës flet për Top Channel, e deshi jetën dhe luftoi deri në fund për të. Spartak Ngjela, fli qetësisht miku im Lekabunga. Lekabunga përcillet në banesën e fundit. Familjarë dhe kolegë kujtojnë iku duke punuar. Editoriali i shkruar nga Merobaze titullohet Teatri i rinumërimit. Në rubrikën Antena brenda familjes vjen shkrimi Muli kurioz për shkollën verore të socialistëve. Gazeta Koajo në versionin online sjell shkrimet Shqipëria drejt hapjes së negociatave për grup kapitullin e 4. Rama konfirmon progresin konkret drejt Bashkimit Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për të pranuar emigrant nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. The Times zbulon sekretet e natyrës në Shqipëri. Rama, synojmë një turizëm modern dhe me cilësi. Tifozët kuqezi, federata në ndaloj me urdhër mos ishim në Riga, i donin ka Riget bosh. Gjyqtarët kërkojnë rritje pagash me 700 euro. Rama e pa dëgjuar më parë, një abuzim madhor. Shuhet Lekabunga, Rama, lam të mirë miku im. Janë shkrime që vinë në gazetën Koajon në versionin e saj online. Gazeta Liberale, Spiropali dhe Vučić në një tryezë në Odesa për Ukrainën. Mesazhi i kryeparlamentares së Shqipërisë. Vendim historik, më dënuan 10 ditë pse dash intervistë. Meta, në qeli nuk ka as ujë, mbushin bidona për t'u larë. Rama çon në shkollë verore 54 deputetët e rinj dhe 9 ministra. Do t'i mësoj Erion Braçe. Gjyqtarët kërkojnë rritje rroge, reagon kryeministri Rama, uroi të mos përsëritet lajthitja. Berisha denonson, pensionistëve u kanë marrë kartët e identitetit për t'i penguar të votojnë. Lam të mirë miku im, Rama mesazh ngushëllimi për ikjen e Lekabungës. KAS, Kolegji i Hakimimeve dhe Sanksioneve rrëzon ankesën e Partisë Demokratike për Beratin dhe Vlorën. Procesi zgjedhor mbyllet në 6 qarqe. Ndarja nga jeta e Bujar Bukoshit, Spiropali, një nga luftëtarët e mëdhenj ndrimtar për Kosovën Republik, janë shkrime që vinë në gazetën Liberale. Portali Lajmi i fundit sjell shkrime të zjarr në garazhin e pallatit në Durrës. Evakuohen banorët. Identifikohet 65 vjeçari vrarë me thik në Klos. Policia e qelluan disa herë. Gjendet i pajet një person në Klos pranë trupit u gjet thik. Murtaja tek baktit e imta. Kosova bllokon importin e deleve dhe dhive nga gjithë Shqipëria. Vetvrasja Lulzim Toçit në burgun italian. Zbardhet ekspertiza mjeko-ligjore. Ja ku i kishte kaluar orët e fundit. Velia nxjerr video nga zyra një orë para se të arrestohej. Kemi disa punë me drejtësinë për të mbyllur. Zgjedhje të parakoshme dhe lokale njëkohësisht, si përgjigjet Jorida Tabaku. Shqipëria drejt hapjes së negociatave për grup kapitullin, reagon Rama, hapi madh drejt antarësimit. Rama trajnon deputetët e rinj para se të ulen në parlament. Zbuloni kush do të jenë lektorët. Ilir Meta dënohet nga Komisioni Disiplinor pas intervistës live nga Qelia. Ja vendimi që u mor për ish presidentin. Rinumërimi votave në Dibër, ndryshon rezultati zgjedhjeve të 11 majit, janë shkrime që vinë në portalin Lajmi i fundit. Nga Gazeta Durrës Bulevard veçohem një korespondencë që ka të bëjë nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të Durrësit. Tension në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Durrësit.
Opozita kundërshton vendimet për plazhet dhe banesat. Jepet në këtë korrespondencë nga nënkryetari i Bashkisë së Durrësit, jepet publikisht edhe data se kur do të marrin çelësat e shtëpive të reja të ndërtuara pas dëmtimeve të tërmetit. Brenda qershorit do të bëhet shpërndarja, thot nënkryetari i Bashkisë, i cituar në këtë korrespondencë. Gjithashtu thuhet për një vendim tjetër që kaloi mes debatit, ishte çështja e plazheve publike. Ka patur debate për është konfirmuar që 70 me 30% do të jetë ndarje sipërfaqeve, ku plazhe private do të mund të marrin vetëm hotelet dhe jo klubet dhe restorantet ose plazhet e ndërtuara posaçërisht për këtë qëllim. Në gazetë Durrës Lajm, nga Durrës Lajm veçojmë korrespondencën, temperatura rekord për qershorin në Durrës. Ja disa nga këshillat e mjekëve që nuk duhen neglizhuar. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes gazetës Panorama Sport. Kalojmë tek gazeta Panorama Sport. Hafizi, Silvinho, justifikimet. Ish trajneri kombëtares godet të rënd brazilianin e kuqezinjve. Silvinho, stop justifikimet, është titulli i madh i kësaj gazete. Me Manen bëri karshillëk, gaboj edhe në mesfush. Oferta Daku drejt Zenitit për 4.5 milion euro. Lojtarët Ramadani, Asani dhe Bajrami po harohen në stol. Sulmuesi Muçi do të largohet nga Turqia, nuk ri kus më duan. Luçi pas Letonis, përballje e shplar pa cilësi. Vllaznia, Mala rinovon, Çoba shkon te Gjilani. Tirana, shkëmbin e duan dy klube, Ndreca në Prishtinë. Flamurtari, zbardhet kërkesa Debjazit, 500.000 euro. Nga bota vinë informacionet Juve, 4 përforcime për Lavdin. Milani, syt të shqiptarët. Guardiola, 160 milion euro të paguara që në qershor. Gjermani, Kane, kampion bote me Bayernin dhe Anglin. Formula 1, Mattia Binotto, Hamilton, mosha bën të vetën. Atletik, kampionati. Luisa Gega rindez motorët, janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lexuar kështu disa për informacioneve më të fundit përmes disa gazetave dhe portaleve online. Tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.